بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقا وتوفيقا يا أكرم الأكرمين. Me emrin e Allahut të falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, atij lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, të cilin do që Allahu e udhëzon nuk ka kush ta devijojë, e kushdo që devijon nuk ka kush ta udhëzojë, askush tjetër përveç Tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit vetëm pa ortak. Dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij. Pasha mëshira, mirësitë, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi çdo besimtar që e ndjek rrugën e tij e qëndron në udhëzimin e tij deri në ditën e fundit. Allahu t'i lutemi na jap dije dobishme, të na bëjë të përfitojmë prej kësaj dije, të jetojmë me të, të punojmë me të, të na jap sukses në fenë tonë, në dynjan tonë, e dalim para Tij të suksesshëm në ahiret. Amin. Vazhdojmë në këtë takim me disa çështje që na patën ngel prej fjalës së autorit në çështjen e ose në ngjarjen e Isras dhe Mi'rajit. Ngjarja e Isras dhe Mi'rajit është një ngjarje e cila përmban disa çështje, pra që lidhet me çështje tjera ose nxirren prej saj çështje të tjera të besimit, të akides. Disa prej tyre, pra nëse meditojmë në Kur'an dhe në Sunnet, në çështjet e Isras dhe Mi'rajit, nxirren shumë çështje të akides dhe disa prej tyre që mund të përmendim këtu janë e para se ngjarja e Isras dhe Mi'rajit është vërtetues për profecinë e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Pasi kjo ngjarje ishte ngjarje e madhe, pa ishte një argument, një shenjë e madhe për Allahut subhanahu wa ta'ala, se si profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi dhe u kthye pra në xhamin Aqsa, u ngrit në lartësi aq sa desh Allahu subhanahu wa ta'ala dhe u kthye në Mekke brenda natës. Madje mohuesit, të cilët e mohuan këtë ngjarje të profetit sallallahu alaihi wasallam, një pjesë e argumentit është se profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili asnjëherë nuk ka qenë në xhamin Aqsa, pra më përpara, po flasim, ja tregoi atyre me detaj që xhamia është kështu. Më thonë, dhe nuk ka mundësi një person që nuk e ka parë ta përshkruaj me atë lloj detajizimi. Pra kjo është tregues se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me të vërtetë ka qenë, pra kjo gjë i ka ndodhur atij sallallahu alaihi wasallam, dhe se ai është i dërguar prej Allahut subhanahu wa taala, pra gjë e cila nuk mohohet. Çështja e dytë që përfitojmë prej ngjarjes së Isras dhe Mi'rajit, prej çështjeve të akides, lartësia e Allahut subhanahu wa taala, se Allahu subhanahu wa taala është në lartësi. Shikosh në librat e Ehli Sunnetit dhe Xhamatit, në librat e besimit, shumë e kanë përmend ngjarjen e Isras dhe Mi'rajit për të pohuar se Allahu subhanahu wa taala qëndron në lartësi. Madje thojnë që kjo është nga gjërat më të qarta në këtë ngjarje. Në hadithin e Enesit, të cilin e përcjell Buhariu, thot: "Fa'ala bihi ila al-Jabbar." U ngrit Xhibrili alayhis salam me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam tek Allahu, pra tek al-Jabbar, pra tek i plot fuqishmi. Edhe ngritja padyshim se është në lartësi. Nëse do të ishte sikur se pretendojnë xehmijet hululije, të cilët thojnë se Allahu është në çdo drejtim, është kudo.
Kur u ngrit profeti sallallahu alaihi wasallam, kur shkoi tek Allahu, ato thonë Allahu është kudo. Kudo ishte kjo lloj ngritje? Pra nuk ka ngritje nëse thuhet sipas atyre që Allahu është kudo, nuk ka ngritje, nuk ka që shkon lart. Se në besimin e tyre Allahu është kudo, pra është i shkrirë me krijesat e tij. Ose, sikur se thonë mohuesit e xehmijeve, të cilët mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala dhe si pasojë mohojnë se Allahu subhanahu wa taala është në ndonjë drejtim. Pra nuk është as brenda kësaj bote, po as jashtë, po nuk është as lart, as poshtë, as majtas, as djathtas, as para, as mrapa. Sipas tyre. I thuhet, nëse është kështu si thoni ju, atëherë ku u ngrit? Ku u ngrit? Pra ku është ngritja? Pastaj Musai alayhis salam, kur i thot profetit sallallahu alaihi wasallam, kthehu tek Allahu, kthehu tek Zoti jot, pra që i kërkon lehtësimin e namazeve. Ku ishte ky kthim? Pra nëse Allahu subhanahu wa taala do të ishte kudo, domethënë nuk kishte nevojë të shkonte diku, se aty ishte. Ose nëse nuk do të ishte me asnjë lloj drejtimi, ku ishte kthimi, pra që i thot Musa alayhis salam profetit sallallahu alaihi wasallam, ktheu tek Zoti jot. Pra besimi i tyre bie poshtë, shikoni vetëm me ngjarjen e Isras dhe Mi'rajit, bie poshtë besimi i hululijeve, pra të cilët bëjnë Allahun të shkrirë me krijesat, thonë Allahu është kudo, dhe besimi i xehmijeve, të cilët i mohojnë që Allahu të jetë diku. Pra e zhveshin Allahun subhanahu wa taala për çdo lloj cilësie. Ka shumë ne të Allah shpëlef, jemi të ngjarja e Isras dhe Mi'rajit, dhe edhe thjesht po nxjerrim çështjet të cilat i përfitojmë prej kësaj ngjarje, jo nga hadithe të tjera, se atë besoj e kemi përmend ose do e përmendim. E rëndësishme përmendet në Sahihun e Buhariut dhe të Muslimit, pasi Allahu subhanahu wa taala i përcoll apo i tregoi, i foli profetit sallallahu alaihi wasallam, i shpalli profetit sallallahu alaihi wasallam atë çfarë deshte me shpall, ka ardhur në transmetim zbriti tek Musai. Edhe është diçka e ditur që zbritja është nga lart poshtë. Zbritja është nga lart poshtë, ose sikur se përmeni vllai Allahu shpëleft, për që Allahu zbret. Pra zbritja është nga lart poshtë. Kështu që kjo tregon se Allahu subhanahu wa taala është në lartësi. Po, Allahu shpëleft që Allahu zbret, edhe sikur se e marrim në ngjarjen e Isras dhe Mi'rajit, se profeti sallallahu alaihi wasallam zbriti dhe zbritja është nga lart poshtë. Pastaj këto edhe aspektet tjera të cilët tregojnë në mënyrë të prerë lartësinë e Allahut subhanahu wa taala, se Allahu azza wa jall është në lartësi, është lart, i ndarë për krijesave të tij, nuk është i lidhur, pra nuk është i bashkuar me krijesat e tij subhanahu wa taala. Ndërsa ajo që i rëndoi xehmijet, ajo që i rëndoi xehmijet të pranonin argumentet e Isras dhe Mi'rajit, është mohimi që ato i bën lartësisë dhe Allahu subhanahu wa taala. Prandaj çfarë thanë? Thanë nuk ka shku profeti sallallahu alaihi wasallam, po e ka pa në ëndër. Se në moment që do ta pohojnë se profeti sallallahu alaihi wasallam me të vërtet ka shkuar me personin e tij, pra me trup dhe me shpirt, ka ndodhur me të vërtet Israi dhe Mi'raji, në moment që do ta pohojnë këtë gjë, atëherë bie poshtë besimi i tyre se Allahu subhanahu wa taala pra nuk është në ndonjë vend, po padyshim duhet ta pohojnë dhe ta besojnë se Allahu është në lartësi.
Çështja e dytë që përfitohet, e treta që përfitojmë me ngjarjen e Isras dhe Mi'rajit nga meselet, pra nga çështjet e akides, pohimi i fuqisë dhe i pushtetit absolut të Allahut subhanahu wa taala, dhe se atij i përket i gjithë pushteti dhe tër fuqia. Pasi kjo ngjarje ishte ngjarje e madhe. Ishte ngjarje e madhe, mirë po për Allahun subhanahu wa taala është gjë e lehtë, domethënë të shkosh nga Meka në Quds brenda dhe të ngrihesh në lartësi në qiell aq sa don Allahu subhanahu wa taala dhe të kthehesh brenda natës, kjo është e vështirë. Pra Allahu subhanahu wa taala i përket i gjithë pushtetit, pasi diçka që është e vështirë për mendjet tona, po flas atëherë sepse sot shkosh dhe të kthehesh brenda natës nga Meka atje, domethënë sot avionet, mirë po për atë kohë kjo domethënë ka qenë për Kurejshët sprov. Besohi. Gjithashtu tregohet fuqia e Allahut, fuqia absolute e Allahut subhanahu wa taala për madhështitë që ka parë profeti sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha këto ishin tregues që profeti alaihi salatu wasalam i ka përmend, siç e kemi përmend në mësimin e kaluar, pra për madhështinë e tij subhanahu wa taala, pra në krijimin e tij. Pasi edhe ajo që përmeni vllai e pa Xhibrilin alayhis salam në formën e vërtet, në formë madhështore, domethënë, të gjitha këto krijimet mëdha tregojnë për fuqinë absolute të atij që i ka krijuar. Gjëja e katërt që përfitojmë është se Allahu subhanahu wa taala flet. Thot fa auha ila abdihi ma auha. Tash kemi parasysh ne të gjitha çështjet që po përmendim këtu i kemi ezauru, e kemi përmend çështjen e të folurit, mirë po këtu thjesht po themi çfarë pra të gjitha këto çështjet e akides ne i përfitojmë vetëm nga ngjarja e Isras dhe Mi'rajit. Lene më pastaj po hadithet dhe ajetet e tjera që e pohojnë qartazi akiden ton, besimin ton. Mirë po, vetëm nga kjo ngjarje, shiko sa çështjet e akides i nxjerrim. Kur thot Allahu fa auha ila abdihi ma auha, dhe i shpalli robit tij atë çfarë i shpalli. Pra kjo pohon se Allahu subhanahu wa taala i flet kujt të doj për prej krijesave të tija në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe ajo që beson ehli suneti dhe xhamati është se Allahu azza wa jall mund t'i flasi robërve me ndërmjetës, sikurse me melajket, ose mund t'i flasi në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra siç ka ndodhur me të dyja format me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nëpërmjet shpalljes, ose sikurse i ka folë në ngjarjen e Isras dhe Mi'rajit. Çështja e pestë, pohimi i afërsisë dhe i afrimit që Allahu subhanahu wa taala e ka ose e bën me ndonjë prej krijesave. Allahu subhanahu wa taala afron këtë doj dhe afrohet me këtë doj për krijesave të tija. Dhe ehli suneti e xhamati e beson qartazi, pra fakti që Allahu është diku, është në lartësi, është mbi arsh. Dhe Allahu zbret prej arshit në qiellin e dynjas dhe afrohet me këtë doj. Dhe sikurse afron këtë doj, sikurse e ka afruar profetin sallallahu alaihi wasallam, pra lart në një lartësi më shumë se sa disa prej krijesave, sikurse do të thonë profetët, edhe më lart se sa shkonte Xhibrili alayhi salam. Kështu që ehli suneti besojnë që, edhe kjo është do të thonë diçka që vetë kuptohet, në moment që profeti sallallahu alaihi wasallam u ngrit në lartësi, derisa aq sa donte Allahu, normalisht ishte më afër me Zotin, pra si
trup me trupin e tij se sa që ishte në dynja. Pra kjo tregon që këtë besim të ehli sunnetit që Allahu afron këtë dojë, po dhe afrohet me këtë dojë dhe ky afrim, më thon, është diçka e vërtetë. Nuk po flasim për afrimin e mirësisë që Allah pra afron, pra që jep mëshirë kështu, po flasim për një afrim të vërtetë, të vërtetë. Çështja e gjashtë që përfitojmë prej ngjarjes së Isras dhe Mi'rajit është vlera e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe pozita e tij e lartë. Dhe kjo është në disa aspekte që merret, domethënë, nga ngjarja e Isras dhe Mi'rajit. E para është se Allahu subhanahu wa taala e ngriti profetin alayhi salatu wassalam në një vend më lart se sa profetët e tjerë. Madje më lart se sa që arrinte Xhibrili alayhi salam. Allahu thot: "Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat." Pra, këto profet, këto të dërguar, dikë e kemi ngrit më shumë se të tjerët, apo i kemi dhënë mirësi, apo e kemi begatuar më shumë se të tjerët. Prej tyre janë ato të cilët Allah i ka fol dhe disa të tjerë i ka ngrit me grada. Dietarët e tefsirit kanë thënë se prej ngritjes së Allahut kundrejt profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është kjo pozitë e lartë që i ka dhënë në ngjarjen e Isras dhe Mi'rajit dhe e ka ngrit atëherë ku e ka ngrit, deri aq sa e ka ngrit, sa që Allah, domethënë aq sa Allahu subhanahu wa taala e din. Në hadithin e Buhariut dhe Muslimit nga Enesi, në hadithin që transmeton Enesi, ka thënë: "Thumma ala bihi fawqa dhalik bima la ya'lamuhu illa Allah." Dhe u ngrit më pas aq sa nuk e di vetëm se Allahu subhanahu wa taala. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë se ai u ngrit në një lartësi saqë dëgjonte në të lëvizjen e lapsave duke shkruajt. Këtu dietarët kanë folë çfarë ka për qëllim me lëvizjen e lapsave, edhe fjala që kanë thënë shumica është se bëhet fjalë për lëvizjen e lapsave që shkruajnë me lajket për urdhëresat e përgjithshme që Allahu i jep përgjithsinë. Edhe nuk bëhet fjalë për Leuhil Mahfudh që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam që janë ngrit lapsat dhe janë tha fletët, por se urdhëresa që Allahu azza wa jall ja jep me lajkeve dhe ato shkruajnë. Një aspekt tjetër për pozitën e profetit sallallahu alaihi wasallam se Allahu i ka fol drejt për drejti pa ndërmjetës. Tjetra është se Allahu subhanahu wa taala ja pranoi ndërmjetësimin profetit sallallahu alaihi wasallam për lehtësimin e namazit. Pra se në fillim ishte 50, pastaj shkoi 5. Aspekt tjetër është se Allahu subhanahu wa taala ja lehtësoi profetit sallallahu alaihi wasallam pra shikimin e gjithë këtyre gjërave madhështore të cilat një njeri tjetër nuk do t'i duronte. Mirpo Allahu subhanahu wa taala ja bëri të mundur. Dhe kjo është prej mirësisë që i ka dhënë atij. Aspekt tjetër është se Allahu subhanahu wa taala e ka cilësuar profetin sallallahu alaihi wasallam në Kur'an me edukat dhe me moral të lartë, kur thot ma zagha al-basaru wa ma tagha, as nuk e ktheu shikimin këtej ane dhe nuk i kaloi kufit, po ka qëndruar, domethënë, me edukat kur të priste urdhër prej Allahu subhanahu wa taala, domethënë të fliste atëherë kur i flitej e kështu me radhë. Aspekt tjetër është se Allahu subhanahu wa taala e ka veçuar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam me këtë ngjarje, me këtë argument të shenjë madhështore. Një aspekt tjetër është se Allahu subhanahu wa taala ja hapi gjoksin atij sallallahu alaihi wasallam dhe ja mbushi
me iman dhe me urtësi. Një aspekt tjetër është se u fal me profetët duke qenë imam. U fal me profetët e tjerë dhe ai ishte imam, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe fundit është se të gjithë profetët e Allahut kur e pan profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam e lavdruan atë. Pra në çdo qiell kur shikonte një profet për profetëve, ato i thonin merhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Pra mbas i kthenin selam, thoshin mirë se erdhe o vlla i mirë dhe pejgamber i mirë. Këto edhe aspekte tjera që mund të nxirren për kësaj ngjarje me tregu vlerën dhe pozitën e madhe të profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Çështja e 6, çështja e 7 është se profeti sallallahu alaihi wasallam e ka parë, më thonë, ajo që më thonë, çështja e shikimit të Allahut në natën e Isra dhe Mi'rajit. Dhe e sakta faktikisht është që ky shikim është shikim me zemër dhe jo shikim me sy. Sikur se e kemi treguar në çështjen e shikimit të Allahut subhanahu wa taala, që në këtë dynja nuk e shikon dikush Allahun subhanahu wa taala me sytë e ballit. Mirë po, kur e kanë pyetur profetin sallallahu alajhi wasallam, a e ke parë Zotin tënd? Ai tha është dritë. Pra këtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka folur për perden që ishte midis Allahut dhe krijesave të tij. Mirë po, kanë thënë se profeti sallallahu alaihi wasallam e ka parë Allahun subhanahu wa taala me zemrën e tij, pra ka bërë Allahu subhanahu wa taala prej imanit dhe besimit duke parë madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, pra në krijimet e mëdha, krijesat madhështore që profeti i pa. Normalisht kjo i dha të kuptoj edhe ta njohi Zotin azza wa jall më mirë se sa të tjerët. Dhe kemi përmend pak a shumë çështjen e shikimit, do të thënë, në mësimet e kaluara. Çështja e 8 që nxirret nga ngjarja e Isra dhe Mi'rajit është se xheneti dhe xhehenemi janë të krijuara dhe ndodhen dhe ekzistojnë në këtë moment. Dhe kjo është, domethënë, është diçka që ka rënë dakord te ehli sunneti dhe xhamati, dhe jo sikurse kanë thënë, domethënë, Mu'tazilet ose kush ra dakord me to. Mirë, po nuk do të ndalemi, domethënë, thjesht kjo është një pikë, nuk do të ndalemi me fjalën e Mu'tazilëve, pasi kjo është diçka që inshallah do të na vi. Pra e vërteta është se xheneti dhe xhehenemi janë të krijuar, ndodhen dhe tani, edhe kuptohet qartë se profeti sallallahu alaihi wasallam i ka pa. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam u fut në xhenet dhe i pa mirësitë e xhenetit dhe e pa dhe zjarrin. Çështja e 9, pohimi i jetës së barzakhut, pra i jetës midis, pra jetës kësaj bote dhe xhenetit ose xhenemit, pra barzakh quhet, një pjesë apo një stacion i ndërmjet këtyre. Argumenti është se profeti sallallahu alaihi wasallam i pa pejgamberët, shpirtrat e tyre, domethënë, nuk pa as trupat e tyre të gjallë, po ato nuk ishin as në xhenet, as në xhenem. Pejgamberët pra në xhenet, po e kam fjalën që nuk ishin shkuar në përfundimin e tyre, mirë po ishin në një stacion të ndërmjetshëm, sikurse pa edhe disa nga dënimet që i bëheshin, ose nga mirësitë ose shpërblimet që i bëheshin disa krijesave, domethënë, në jetën e varrit. Çështja e 10 është pohimi i disa çështjeve të ghaibit. Çështjet e ghaibit janë thelbi i besimit. Ne besojmë në atë që nuk e shohim. Edhe në këtë ngjarje të profetit sallallahu alaihi wasallam janë pohu disa gjëra. Pra janë pohu se ky qiell ka dyer, pra këto qej që ka kalu profeti sallallahu alaihi wasallam, në çdo qiell thot dham selam, morëm leje
Tjetra është se këto dyer kanë rojtar që i hapin, se thot ato në thanë, pra pyetëm kush është, a Gjibrili me profetin sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj i hapën dyert, dhe se këto që janë 7, tregon profeti sallallahu alaihi wasallam për Beitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, Burakun, edhe të tjera që janë treguar domethënë në këtë hadith, që ne i dëgjojmë prej profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i besojmë. Çështja e fundit, vlera e madhe e namazit. Vlera e madhe e namazit, dhe se ky namaz është obligu në qiell sikur se është obligu në tokë. Edhe këtu ka një studim të gjatë që lidhet me namazin, mirë po përmenim diçka të shkurtër prej tij, është se namazi, kanë thënë, ka qenë obliguar para natës së Isras dhe Mi'rajit. Dhe argumentet tregojnë për këtë gjë. Prej gjërave që tregojnë se profeti sallallahu alaihi wasallam, pra kur shkoi në xhamin Aqsa, u fal me profetët. Pra fali 2 rekate fillimisht, pastaj u fal me profetët si imam. Prej dietarëve ka disa që kanë thënë se namazi ka qenë 2 rekate në mëngjes dhe 2 rekate në mbrëmje. Allahu e din më mirë, mirë po, ajo që duket prej argumenteve është se namazi është bërë obligim, pra në formë të plot, pra 5 vaktet ka ndodhur në këtë natë. Në natën e Isras dhe Mi'rajit, edhe ka qenë i plot kanë për qëllim 4 rekat përveç akshamit. Më falni se më trova, domethënë ka qenë 2 përveç akshamit, që ka qenë 3. 2 të gjitha kanë qenë 2 rekat përveç akshamit, që ka qenë 3. Dhe pastaj ushtuan mbas hijretit, ushtuan numri i rekateve, po mbas hijretit ushtuan numri i rekateve dhe u bë dreka 4, ikindia 4, yatsia 4, ndërsa sabahu ngeli 2. Dhe pastaj kur tha Allahu wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yuftinakum alladhina kafaru. Pra kur të udhtoni, thot Allahu, në për tokë, atëherë nuk ka problem që ju ta shkurtoni namazin, nëse keni frikë, pra që sprovoheni, pra për atyre që nuk besuan. Nuk është çështje për të ndalë. Aisha tregon që namazi ngeli i plot kur njeriu është vendali dhe u shkurtua pra kur është udhëtar, ndërsa për pjesën që nëse keni frikë se mos provoheni, u pyet profeti sallallahu alaihi wasallam kur i thanë që tani ne nuk kemi më frikë, domethënë se rrugët janë bërë të sigurta. I thot profeti, sadaqatun tasaddaqa Allahu biha lakum. Kjo është një sadaka që Allahu ja u ka dhënë juve, domethënë në moment që njeriu është udhëtar, e ka të lejuar. Edhe diçka të shkurtër në fjalën e autorit, pra komplet çka ka thënë për fjalën e Isras dhe Mi'rajit, tregon në fjalën e Ibn Mas'udit, sigurisht është në Sahihun e Muslimit, se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam Allahu subhanahu wa taala natën e Isras dhe Mi'rajit i ka dhënë atij 3 gjëra. Thot 5 namazet, ajetet e fundit të surës Bekare, dhe se do t'i fali pra umetit ti përderisa do t'a fali umetin e tij përderisa nuk kanë vdek në shirk ose në kufër. Dhe el muqhimat, thot kjo fjalë el muqhimat
ka për qëllim, domethënë, ato gjunafet cilat kërkojnë teube. Pra, nëse njeriu vdes pa bërë teube prej tyre, çështja e tij është domethënë që është në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, nëse do e fal, nëse do e dënon, mirë, po përfundimi i tij do të jetë në xhennet, inshallah. Ndërsa fjala ma kadhaba al-fuadu ma ra'a, pra zemra e tij nuk ka gabuar për atë që ka pa, domethënë. Është lexuar në dy lloj forma. Është lexuar një formë siç e lexova ma kadhaba al-fuadu, edhe kuptimi është që nuk janë hamendësime të zemrës së tij për këtë që ka pa, mirë, po i ka pa me të vërtetë. Gjithashtu e kanë lexuar ma kadhaba al-fuadu ma ra'a, pra se zemra e tij nuk ka gabu. Pra nuk është apo nuk e përgënjeshtron këtë që shef kur e shikon. Sidoqoftë, këto dy kuptime janë për afërta. Ndërsa për gjërat që ka pa profeti sallallahu alaihi wasallam, pra ka disa komentime. Disa kanë thonë për këtë fjalë, pra ma kadhaba al-fuadu ma ra'a, për këtë ajet është shikimi i profetit sallallahu alaihi wasallam, pra që Allahut me zemrën e tij. Disa tjerë kanë thënë shikimi i Xhibrilit, pra sikurse është Xhibrili alayhis salam me formën e tij të plotë. Disa tjerë kanë thënë shikimi i ajeteve dhe gjërave madhështore që ka parë profeti sallallahu alaihi wasallam, sikurse është Sidratul Muntaha. Dhe ne themi që nuk ka problem, domethënë përderisa disa komentime të ndryshme nuk bien ndesh me njëra tjetrën, atëherë të gjitha shkojnë dhe të gjitha janë të pranuara. Më kaq kisha për sot, nëse ka një pyetje para se ta mbyll. Okej. Nga ka një të dërguarit, mora dhe edhe borën ligjin, që edhe i dërguari i Xhibrilit e këna me udhtim mbi kartë. Edhe morën me gjurmën e tjetër të borën ligjin të poliste. Do të them që udhtimet e Allahu alam që i ka bërë në udhtu Muhamedi alayhis salam, që do me para ka thonë është të besoj, që vinë transmitimet, ose për shembull që froni Bilkizit, që Sulemoni alayhis salam ja thonë sa çelë mësu. Po. Janë gjëra që janë besuar që profetët e tjerë, deri ngjitja e Muhamedit alayhis salam është më lehtë për të besuar. Normal. Ashtu. Ne subhanallahu, po të shikosh një pjesë, po të shikosh diçka që të Xehmijet apo Mu'tazilet, edhe mbase e kam përmendë më përpara, është që ndryshimi atyre nga ne është se ne mësojmë, pastaj besojmë. Pra ne mësojmë çka ka ardhur në Kur'an dhe në Sunet, pastaj besojmë. Edhe dorëzohemi, ai që theti ne kështu na ka ardhur dhe kështu e besojmë dhe ne nënshtrohemi, ndërsa ato e kanë kriju bindjen e tyre, edhe pastaj mundohen me i shtrydh argumentet si me nxjerr atë bindje që kanë. Mirë, po ajo që bëjnë është njësoj si me marr i leckë të thatë, sa do ta shtrydhësh nuk nxjerr ujë. Sa do ta shtrydh, lodhë sa dush, nuk ka për të nxjerr ujë. Edhe çdo person që nuk i dorëzohet argumenteve, po mundohet të lozi me argumentet, realisht i përngjason të devijuarve në veprimet e tyre. Ne mësojmë, edhe atë që mësojmë prej Kuranit dhe Sunetit, e besojmë dhe i nënshtrohemi. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamun alejkum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh.